Një aksidenti ka marrë jetën një 70 vjeçari mbrëmjen e djeshme në fshatin Rapës. Skënder Maledhi, banori i zonës, është përplasur nga një taksi që drejtohej nga 52 vjeçari Genci Shahini dhe ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Ngjarja ndodhi në autostradën Lushnjë-Fier, kur viktima kalonte me biçikletë nga njëra anë e autostradës në anën tjetër dhe është përplasur për vdekje nga automjeti tip Hyundai. Policia e qarkullimit rrugor ka mbërritur në vendngjarje së bashku me ambulancën, e cila ka pritur derisa janë kryer veprimet e ekspertizës për të marrë trupin e pajet që ta çonte në morgun e spitalit të Lushnjës. Në vendngjarje është thirrur dhe policia e rendit për të qetësuar situatën, pasi të afërmit e viktimës kanë qenë shumë të ngarkuar emocionalisht dhe kanë fyer rënd drejtuesin e mjetit. Drejtuesi taksist që shkaktoi aksidentin u ndalua dhe u dërgua në komisariatin e policisë Lushnjë. Policia po vazhdon hetimet, ndërsa paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ndodhur në kushte të errësirës dhe me pamje të kufizuar.